Të nderuar qytetarë, të nderuar përfaqësues të mediave. Dita e 5 që BDI dhe Ali Ahmeti fshihen në heshtje të thellë. Dita e 5 që po ikin nga përgjigjet që ua kanë borxh shqiptarëve dhe të gjithë qytetarëve të Maqedonisë Veriut. Heshtja e tyre është pranim më i zhurmshëm i fajit në aferën më të madhe politiko-financiare që po trondit vendin. Menduan se nëse do të heshtin, e vërteta do të zhduket. Menduan se nëse do të injorojmë faktet, populli do të harojë, por u gënjien. Ne nuk harojmë, dhe nga sot, afera e tyre po merr edhe një dimension zyrtar institucional. Të thuhet në mënyrë që gjithë publiku të dëgjojë se çfarë po tentohet të fshihet pas heshtjes së tyre. Së pari, familja Ali Ahmetit, përmes kompanisë Fantazm As Senjak, shiti një pako të madhe aksionesh të Alta Banka nga Beogradi, një bankë e kontrolluar drejt për drejt nga regjimi i Aleksandar Vučićit. Së dyti, familja Ahmetit bleu të njëjtat aksione një vit më parë nga njeriu i të gjitha skemave kriminale Sasho Mjalkovi. Me këtë, konfirmohet boshti kriminal Mjalkov Ahmeti Vučić, i cili vepron pas shpinës së qytetarëve. Së treti, zbuluam se kompania As Senjak është vetëm një ngrohës uji që rrjedh për pastrim parash i pompuar me miliona euro nga tenderet e komunave të BDI-s dhe më pas me paratë e popullit të tregton me Mjalkovin dhe Vučić. Ky nuk është biznes. Kjo është tradhti e pastër e interesave kombëtare e paguar me paratë e qytetarëve. Meqense BDI dhe Ali Ahmeti refuzojnë të përballen me të vërtetën, sot po kalojmë nga fjalët në vepra. Vlen sot zyrtarisht dorëzon iniciativë deri te Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Kërkojmë nga ky komision të hap urgjentisht lëndë dhe të hetojë të gjithë ndikimin politik dhe të gjitha marrëveshjet e fshehta midis elitës politike të BDI-s dhe shtetit serb, të cilët qëndrojnë pas këtyre marrëveshjeve të turshme. Kërkojmë nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit të hetojë të gjithë tenderet që ka fituar As Senjak, e cila është kompani familjare Ali Ahmetit, dhe sa nga ato tender u morën nga institucione të drejtuara nga zyrtarë të BDI-s dhe sa përmes atyre tendereve u shkel procedura ligjore. Dyshimi i mbështetur nga të gjitha provat deri më tani është se shitja e aksioneve nuk është as pak e motivuar ekonomikisht, por është një operacion i dakurcuar politikisht. Ky nuk është një transakcion tregu, por realizim i një marrëveshje të dyshimit midis qendrave politike të pushtetit. Prandaj kërkojmë që Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit të hetojë a ka abuzim të pozitës zyrtare dhe ndikimit politik nga ana Ali Ahmetit dhe zyrtarët e BDI-s për të mundësuar kjo marrëveshje. Cila është prapavija e transaksioneve financiare midis kompanisë së Mjalkovit dhe kompanisë së familjes së Ahmetit. A thua tenderi i madh për 1.5 milion eurosh dhënë kompanisë As Senjak vetëm 6 ditë pas shitjes është një shpërblim për shërbimin politik të kryer me sukses ndaj Beogradit. Apo e rrezikon ky operacion sigurinë kombëtare dhe stabilitetin financiar të shtetit duke instaluar kapital për një regjim të huaj. Ky është një test edhe për institucionet. Ky është momenti kur Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit duhet të dëshmojë nëse punon për qytetarët apo është vetëm një dekor për qeverinë kriminale të BDI-s. Presin një hetim të shpejtë dhe të plotë. Të nderuar, Ali Ahmeti dhe BDI duhet ta dinë se nuk do të ndalemi këtu. Heshtja e tyre nuk do të na ndalë. Çdo ditë do t'u kujtojmë tradhtinë e tyre. Koha e gënjeshtrave ka mbaruar. Ka ardhur koha e përgjegjësisë para institucioneve dhe para popullit. E vërteta do të dalë në shesh, ndërsa drejtësia do të arrijë të gjithë ata që janë përfshirë në këtë aferë antishqiptare dhe antishtetërore.